Është fantastike se si mundet nga një aventurë, le të themi sportive personale, e viteve të shkuara për të bërë rafting, do gjej një fjalë tjetër për këtë rafting, se s'më pëlqen. Unë faktën më takon profesionalisht të gjej një fjalë tjetër, megjithatë mbetet rafting. Mbrim sot në një strukturë si kjo, në një hapësirë si kjo, në Buzë të Vjosës, në një hapësirë në të cilën kemi kapacitete akomoduese rreth 80 shtretër për gjitha grup moshat, për familjar, për fëmijë, e cila do të shkojë paralel, 1 me mbrojtjen e natyrës, 2 me respektimin e peizazhit, 3 me zhvillimin e një ekonomie ndihmëse siç është kopshtaria, ku jo vetëm mund vish për rafting, jo vetëm mund vish për të marrë ajrin më të pastër që mund të ketë gjithë kjo prahi këtu në rrëstën e Mërçkës, por edhe për të kuptuar që kur flasim për zhvillim të qëndrueshëm, nuk është e pamundur edhe në një zonë të mbrojtur. Ky është një koncept se si ti mund zhvillosh turizëm miqësor me mjedisin, miqësor me biodiversitetin, madje edhe ta duash më shumë natyrën, se kur jeton pranë saj, po ca kushte duan. Ky është për shembull një model zhvillimi i turizmit që edhe parkun kombëtar e respekton, edhe peizazhin e respekton, por sidomos krijon ekonomi lokale. Është turizëm gjithvjetor, është zhvillim i qëndrueshëm, prandaj Tu jemi zero beton. Tu jemi zero beton, gjithçka është ndruar, gur, elektrike, energjia elektrike, 100% është me fotovoltaik. Është e pash, edhe energjia elektrike ishte me panele fotovoltaike. E janë përmet, ju kam thënë 100 herë. E janë përmet, se në përmet vinë të gjithë. Edhe Albania Rafting ka ardhur përmet. Edhe Zano përmet ka ardhur. Berati! Po përmeti hapi zemrën. Kjo është një dhomë të tillë që ne Osa e bukur. do jetë me Kjo është për një familje, që familja çifti për shembull do të jetë këtu me një krevator. Një ndarje, pastaj fëmijët edhe miq se mund të jenë një organizim. organizim. Mund të jenë edhe Camping, është moda e fundit, njerëzit edhe duan të rinë në kamping, por edhe kanë qef. Po duan dhe një lloj komforti, cilësinë e akomodimit, thonë. Kjo për më ka një verandë shumë të bukur. Ne do t'i kemi çdo grup do të ketë verandën e parë ta molinat e si. Jemi kuptuar se në përfundim Të strukturave. Jemi duke vënë lulet e këtij verandë është fantastike. Ne do të tregoj një diçka që Kjo është Roma me numrin 5. Çfarë rastësie? Kjo është rastësi. Super. Kjo është Roma me numrin 5.